Në lagjen Lev Sallata të Vlorës, mungesa shumë vjeçare e trotuareve në rrugën kryesore ka ecur për dekada si një problem serioz për sigurinë e banorëve. Për shkak të mungesës së hapësirave të dedikuara për këmbësorët, banorët janë detyruar të lëvizin çdo ditë pranë mjeteve, duke u përballur me rrezik të vazhdueshëm aksidentesh. Së fundmi situata ka nisur të ndryshojë. Në zonë ka filluar ndërtimi i trotuareve, një investim që banorët e konsiderojnë teje të vonuar, por të domosdoshëm. Banorët thonë se për gati 30 vite jeta e tyre ka qenë ekspozuar ndaj rrezikut, ndërsa tani shprehen të lehtësuar dhe të kënaqur që më në fund po ndërhyet për të siguruar lëvizje më të sigurt për këmbësorët. Sa vite kishit? Po dhe një kam një jetë tërë, nuk ishte e bërë. Jeni më të sigurt tani? Po, jemi shumë të sigurt. S'kalohet dot. Ka qenë nga kërkesat tuaja të vazhdueshme? Po. Ngreshin si lagje. Po, sa i profil të njëri. Më në fund me trotuar? Po, shumë ishte keq, tani më mirë do Sa kohë kishit? Ishte prishë. Po dhe 15 vjetë. Rrinin e makinat këtu, s'kishin ma ikë, më jafuzi për mes makinat shumë. Tani të pak në vune ta hekurat shkëllqyë me ta, se pra këtu të vinë makinat. Shëndetet mira dhe më mbarja për Jeni më të sigurt tani? Po. Trotuar lagja ju? Po, shumë mirë. Kryetare e bashkisë po punon jashtëzakonisht mirë. Ishte një kërkesë që e kërkoni gjithmonë lagja ju? Po na kanë edhe pa ujë që se na pren tubot edhe të vinë të lidhin ato tubot se me tubon krah. Ishe tubot ajo, ishe. Po. Sa vite kishit? Lot kishim. 30 vjetë që kam qenë këtu. Ribret mbytëshin. Kaloni në rrugë? Në rrugë, janë kam kotë nga Zoti, nga ka shpur Zoti. Tani e sigur? Tani, në bësh se kemi një rrugë tjetër ante ma kanë që kaloj unë. Në bësh edhe ajo është mirë. Punimet pritet japin fund një problematike të hershme duke i kthyer lagjes Lev Sallata sigurinë dhe funksionalitetin që i ka munguar prej dekadash. Banorët shpresojnë që ndërhyrja të përfundojë sa më shpejt, që lëvizja e përditshme të mos jetë më një rrezik, por një normalitet i sigurt.